Flasim tani për sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte, I cili do të vizitojë Republikën e Kosovës gjatë ditës së nesërme për herë të parë që kur e ka marrë këtë post. Lajmi është konfirmuar më herët nga NATO-ja përmes një komunikate për medje. Në 11 mars, Këshilli Atlantiku të Veriut me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte dhe zëvendës sekretarin e përgjithshëm të NATO-s do ta vizitojë KFOR-in, misionin e udhëhequr nga NATO-ja në Kosovë dhe ekipin e këshilltarëve dhe lidhësve të NATO-s të njohur me shkurtesë lartë, thuhet në komunikat. Në një të mbërë të ditës se sekretari Rutte do të takohet edhe me presidenten Vjosa Osmani dhe kryeministrin aktual Albin Kurti. Ata gjithashtu do të zhvillojnë një shkëmbim mendimesh, thuhet me drejtorët e misioneve të Bashkimit Evropian, ambasadorin Ivo Orav dhe misionin e sundimit të ligjit të BE-s në Kosovë EULEX. Përveç ambasadorëve, nga partnerët që kontribuojnë me trupa në KFOR, Rutte do të takojë edhe komandantin pra të KFOR-it, general majorin Enrico Barduanin. Shefi I NATO-s vjen nga Sarajeva. Atje ishte I qartë me politikanet në Bosnjë-Hercegovinë, kur tha se nuk është viti 1992 dhe se aleanca nuk do të lejojë që të vihet në rrezik paqja.